Ministrja e Ekonomisë Delina Ibrahimaj deklaroi pas mbledhjes së qeverisë se aktualisht nuk është e nevojshme ngritja e bordit të transparencës për çmimet e hidrokarbureve në vend. Ajo u shpreh se pavarësisht ndryshimeve të fundit të çmimeve të karburanteve si pasojë e zhvillimeve në lindjen e mesme, situata po monitorohet në mënyrë të vazhdueshme nga institucionet. Sipas saj, nëse do të konstatohet rritje e pajustifikuar e çmimeve, atëherë do të merret në konsiderat rikthimi i bordit të transparencës. Ibrahimaj bëri të ditur se qeveria ka zhvilluar edhe një takim me përfaqësues të tregtarëve kryesor të karburanteve dhe me shoqatën e hidrokarbureve për të diskutuar mbi rritjen e shpejtë të çmimeve gjatë javës së fundit. Diskutuan për situatën ekonomike në vend për çmimet e karburanteve. Kemi bërë një takim me tregtarët kryesor dhe shoqatën e hidrokarbureve për të ngritur alertin për rritjen e shpejtë të çmimeve gjatë javës së fundit. Kemi diskutuar për detyrimin që ata kanë për mbajtjen e rezervës që mos të kalojmë në një situatë emergjente. Po monitorojmë në mënyrë ditore çmimet e bursave për hidrokarburë që hynë në vend. Ende situata nuk është në nivel ngritje bordi transparence, por nëse do të ketë rritje të çmimeve, do të duhet të hyjmë në atë regjim, u shpreh ajo.